Në shatin më të rritur, edhe nëse bëjmë një marrëdhënie dashurie, i njohim më mirë personin, arrim t'i ndajmë gjërat, se kur kemi të vegjël edhe gabojmë, e kupton. Kam disa pritshmëri tjera ose synime për veten tjera, nuk është dashuria se i vogël jam akoma. Mendoj për të ardhmen time më shumë, kemi të ardhme të suksesshme, se jo dhe me lek shumë ose parë. Tani mendoj të hap një biznesin tim, dua kurajon e mjaftueshme dhe besoj se mund t'ja nis. Dashuria ka vendin e vet, para ka vendin e vet. Para t'jep siguri, dashuria t'jep jetë. Shumë mirë. Nga vjen? Unë vi nga Tirana. Nga Tirana? Po. Si e kem Tiranën? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë e bukur është. Çka ndodhi që jetë në Kosovë, pushim? Po, për pushime. Për pushime? Po. Ku jetoni? Keni migruar Po. diku jashtë? Kam jetuar në Kroaci. Po. Edhe në Tiranë. Tiranë. Po. Tash vazhdon të jesh në Tiranë apo? Po, Tiranë. Po në Kosovë sa vjeç shpesh? Shumë rrallë, po që më pëlqen, është vend i bukur. Po. Njerëzit, populli tjerë ka shumë mirë. Populli i Kosovës. Me tashin çka kipot? S'ka. Mirë? Mirë. Po për vajzat e Kosovës? Çfarë duket? Shumë mira. Po drejta ma. Po, shumë mira. Ai ma të bukura se të Shqipërisë. Këtë se vendos dot. Thuaj. S'mund bëj krahasim. Çka ke super në dashuria? Kam dashuruar dhe një kohë, mendoj në një adoleshencë, se sipër, kam qenë i vogël, s'mund të them se mu di shumë qartë pastër për dashurinë, por megjithatë, thjesht nuk është se mund t'jap një mendim prap të qartë. Sa kam qenë i vogël, normal kur je i vogël edhe merr vendime. Po, ta ndeshja jemi më të rritur, edhe nëse bëjmë një marrëdhënie dashurie, i njohim më mirë personin, arrim t'i ndajmë gjërat, se kur kemi të vegjël edhe gabojmë, e kupton. Do të thonë ka qenë një gabim adoleshent? Po, normal. Sot ai peshmon për atë gabim? Po, edhe jam, po jo. Ka kaluar një kohë gjatë, ashtu kështu kam rritur. Kam disa pritshmëri tjera ose synime për veten tjera. Për momentin nuk është dashuria se i vogël jam akoma. Po. Cile ti ke ato synime për jetën tënde? Po, mendoj për të ardhmen time më shumë, kemi të ardhme të suksesshme, se jo dhe me lek shumë ose parë. Një biznesmen po duket po arrin. Po, mundohemi. Po, qëllimi, qëllimi, po. Tani mendoj të hap një biznesin tim. Dua kurajon e mjaftueshme dhe besoj se mund t'ja nis. Do hapësh biznes? Po, mendoj. Çfarë biznesi? Po, dua të bëjmë biznes në Tiranë. Më shumë janë të fast food ose diçka. Kam mbledhur disa lekë ose kam një synim, thjesht nis një biznes, ta provoj një rrugën si biznesmen. Mbase kam sukses. Po i dihet, tash një biznesmen shumë. Po. Që do të bësh? Po. Paraja për ty. Po, shumë e vlerë për botën që ka tani, çdo gjë është me para. Gjë me vlefshme për momentin, mendoj. Është dhe dashuria normal midis. Po që prap leku është te pjesa që e sigurt. Siguria është kryesore në këtë botë. Leku kur s'ka ke lek je i sigurt mendoj ose pare. Leku më i mirë se dashuria? Jo. Varet. Dashuria ka vendin e vet, para ka vendin e vet. Para t'jep siguri, dashuria t'jep jetë. Po duket në fund një mesazh për gjithë ndjekësit tonë të historisë jetës që kemi numër të madh. Çfarë kushton diçka për jetën, një mesazh, një këshill? Këshill, bëni sa më shumë pare. Bëni sa më shumë pare. Mendoj, ose pjesa që janë të vegjël tani dhe duan një kuraj ose ku diun. Nisja gjithçka, vetë provo. Bësh sa më shumë pare. Mendoj unë. Rini, sepse mund të vjen pjesa që janë të vegjël, merrem shumë te pjesa fiksohen te dashuria ose ku diun. Nuk mendoj se është kjo e dura. Është mendoj më mirë të dëgjosh opinionin e prindërve, se unë s'e kam dëgjuar. Se ke dëgjuar? Jo, kam gabuar shumë. Për shumë gjëra. Ke kërkuar falje? Sigurisht. Është pjesa që unë s'kam vazhduar të bëj një shkollë ose ku diun. Po që mendoj që do t'ja shpërblej në të ardhmen. Që e mirë kjo? Po. Çka nëse prindit e ndjekin këtë intervistë tonën, këtë video, një kërkim falje që asnjëherë s'ke mundur më ia thon. A mund të sot në kamerë? Jam shumë i shprehur me prindit dhe për çdo gjë flas me prindrit e mi dhe besoj se kam diçka ekstra për të thënë tani për kërkim falje. Nëse kam bërë një gabim ja kërkuar direkt. Gjë e mirë kjo? Po, ja, mund t'i them një falje që i thashë do të kthehem sot për Shqipëri, po Kosova shumë e bukur dhe do kthehem nesër, vetëm këtë mund t'i them falje. Shumë kënaqësi mi bëj falë shumë Tiranës. Falat bëhet Tirana. Uroj më të mirë aty.